uthulla e mollës, në qoftë se e marrim dhe konsumojmë në mëngjes të ndihmon të pastrojmë zogën. Sa vërtet, sa qëndron? Uthulla e mollës ka shumë benefite, ka shumë përfitime shkencore. Unë jam më shumë të tek produktet cilat janë pasura me prebiotike. Ne kemi perimet e stinës, që është pjesa e preshit. Preshi është një bombë me minerale dhe me vitamine. Preshi përmban shumë lëndë cilat janë dhe prebiotik, është pjesa e rrepave të bardhë. Kemi dhe shumë lëndë tjera ushqimore, cilat janë të shëndetshme. Këtu hynë rrepat e bardhë, rrepat e kuqe, shpanxari, por preshin unë e quaj si një bombë ose një minier me minerale dhe me vitamina. Preshi përmban dhe një lëndë e cila sinjalizon këto hormonet në zor, quhet hidroksioksidtirokalik, pra preshi është shumë i shëndetshëm dhe ka shumë antioksidant, që këto antioksidant mbrojnë pankreasin. Tu them diçka, po mbrojt zora, mbrojt pankreasi. Pankreasi është një organ aq shumë thelbësor, kësaj që unë e quaj pankreasin si organin ose si mbretin e organeve të barkut. Po u dëmtua pankreasi, jeta jon deri diku merr fund, sepse nuk ka jetë nëse dëmtohet pankreasi.